Dhe ne dim që Amerika tani po kërkon për të mbrojtur rezervat e saj këto marrëveshjet minerale, siç ka bërë me Japoninë, siç po bën me Rusinë, me Ukrainën, me Evropën, me vendet e Azisë Juglindore për të marrë mineralet e ralla, hidrokarburet në prodhimet e naftës, si vajin, benzinën e të tjerë, gazolinën. Pra, kjo është thuhet që Maduro po kërkon të arrijë një lloj kompromisi. Ai po mundohet të tregojë edhe muskujt në anë të mobilizimit kombëtar. Qartë. Po mundohet të arrijë një kompromis me amerikanët duke ulur tensione, duke ofruar diçka që amerikanët dihet që aty po kërkojnë kartelet e drogës. Sigurisht. Është diçka naive të mendosh ata vjeç po vinë për të goditur 4-5 banda me drone dhe të largohen, duke distrokuar gjithë flotën. Sigurisht. Po ishte siç e thash, për ta përmbyllur, duke se kjo ka qenë si bumerang për amerikanët. Pas ata kërkojnë një ndrim regjimi, në rastin më ekstrem, se gjëja do të eskalojë, por ky ndrim regjimi po u kthehet kundër, duke promovuar figurën e Maduros si një mbrojtës ose figurë kombëtare kundër okupatorëve të huaj, që duan të ripërsisin historinë dhe të krijojnë një republikë bananesh ose një protektorat amerikan në Amerikën Latine ose ta kthejë Venezuelën brapa 40 vjet, 50 vjet. Kështu që nuk është e qartë si gjë do të evoluojë. Po që deri tani Amerika po humbet pikë. Do të shohim popull të Venezuelës dhe Amerikës Latine, Amerika po humbet pikë me këto lëvizje. Do të shohim se si do të zhvillohet edhe kjo, sepse janë ngjarje që zhvillohen çdo ditë në fakt edhe duhet të presim të shohim nëse do të ketë përshkallëzima, do të ketë ulje të tensioneve. Megjithatë unë dua të kaloj në një çështje tjetër, duhet vi tani në Bashkimin Evropian, aty ku Hungaria dhe Slovakia po bllokojnë, po përpiqen të i vënë veto planit 140 miliard euro për Ukrainën dhe përdorimit të aseteve ruse. A ka një çarje të Bashkimit Evropian që materializohet në bllokimin që këto dy vende po i bëjnë, bllokimit të aseteve ruse dhe ndihmës për Ukrainën? Atëherë, gjatë kësaj jave, në një takim me studentët e universiteteve kryesore slovake në Bratislav, kryeministri slovak Robert Fico ka bërë të qartë faktin e qëndrimit slovak ndaj programit të Bashkimit Evropian për të kaluar 140 miliard euro për taksa paguesve evropian si ndihmë për Ukrainën për buxhetin 2025 deri nga mesi vitit 2026. Për të përmbyllur këtë vit të qartë deri në verën e vitit 2026. Sigurisht që Slovakia ka qenë një nga kritiket më të ashpra të këtyre programeve, që në fillimin e tyre, që me miliardat e para që janë dërguar, por pavarësisht vetos ose le të themi retorikës së ashpër të kryeministit slovak, ka qenë Hungaria ajo që mund të thuhet që ka vënë pikat mbi i në këtë diskutim, në një deklaratë zyrtare të ministrit të punëve të jashtme Peter Siatro, ministri të punëve të jashtme të Hungarisë, i cili ka theksuar se Budapesti është totalisht kundër dërgimit e një centi më shumë drejt Ukrainës dhe promovimit akoma të luftës të përgjakshme që po mbush gati 4 vjet, në shkurt të 2026 do të mbushem fiks 4 vjet nga kjo gjë, dhe mbylljes që Bashkimi Evropian ose Deshi Schulz që veprimi Bashkimi Evropian po i bën çdo tentativë të paqes ose çdo le të themi opinioni, ideje ose propozimi që vendet anëtare si Hungaria, Slovakia, por ne dim që edhe Bullgaria, Kroacia, Slovenia kanë pasur për të arritur një lloj le të themi komunikimi me Moskën, dhe arritjen e një bazamenti ose ndërtimin e një bazamenti ku mund të ndërtojë një dialog reciprok. Situata duke se ka eskaluar, pasi tani së fundi ne kemi bërë të qartë më parë që fragmentarizimi brenda Bashkimit Evropian është diçka reale, diçka që po ndodh, nuk mund të fshihet më. E vërtetë është. Ne kemi bllokun perëndimor, flasim të kryesuar nga Franca, Gjermania, Beneluxi, Italia deri në një farë pike, vendet skandinave, edhe Britania e Madhe, ndoshta ata nuk janë më pjesë e Bashkimit Evropian, që promovojnë luftën, promovojnë retorikën e ashpër dhe dërgimin e akoma më shumë parave dhe municioneve në Ukrainë. Dhe nga ana tjetër bloku lindor. Po. Dhe nga ana tjetër pra bloku lindor. Është bloku lindor
Vendet e Vishegradit. Duke sikur po kthehemi prapë 30 vjet para, në kohën e luftës së tonë. Po është bloku lindor, i cili kryesohet nga vendet kryesisht Hungari, Slovaki, Çeki, të cilat nuk duan të bëjnë më ose të eskalojnë situatën e të dërgojnë më para dhe armë dhe municione, pasi ti që kjo punë nuk ka për të dalë asgjë kundi. Është de facto që kjo gjë po dështon. U vun sanksionet, u pre sistemi Visa edhe Mastercard, u dërgua municione, janë dërgua me miliarda euro furnizime, suport diplomatik, social, ekonomik, shëndetësor, asgjë nuk po arrihet. Është diçka që është më shumë po shkatërron Evropën sa po e ndihmon Evropën. Më pas kemi vendet e treta, që quajmë neutralët, të cilët përfshin Poloninë, e cila suporton, por nuk do të ndërhyj. E ka bërë të qartë presidenti polak Nawrocki, e që për të shkuar deri në hyrje ushtarake në Ukrainë nuk ka përdorur kurrë asnjë anije, asnjë dron, asnjë avion, asnjë këmbë polak nuk shkel në Ukrainë. Njëkohësisht kemi edhe vendet, siç ne kemi përmendur më parë, që promovojnë dialogun dhe diskursin diplomatik, siç janë Bullgaria, Kroacia, Slovenia. Madje Slovenia ne kemi thënë që këtë muaj po ka diskutime për të bërë referendumin për të dalë nga NATO. Po. Nuk di si do vej kjo punë e tyre, po gjithsesi ata kanë akoma diskutimin e sipër në atë gjendje që mund të dalin nga NATO. Gjë që tregon dhe fragmentarizimi po kalon nga dhe brenda NATO-s në një farë pike. Dhe në anën hungarezo-slovake, duke se është bashkuar dhe pala çeke, e cila fundi ka kryeministri i ri Andrej Babiš, e ka bërë të qartë që Ukraina nuk ka çfarë të marrë më nga Çekia, dhe Çekia nuk ka çfarë të japë më në Ukrainë. Kështu që kjo gjë ka marrë fund. Ne e bëm pjesën tonë, kemi dhënë gjithçka që kemi mundur, kemi bërë mbështetjen tonë. Në anën sociale do vazhdojmë me këtë punën e vizave, kufimet të hapur, bursave të tjerë, po ky është fundi. Po. Çekia do të mendojë për mbrojtjen e vetes sa për mbrojtjen e të tjerëve. Dhe gjë ka bërë Slovakia. Pasi slovakët sot për mbrojtjen e hapësirave të tyre ajrore bazojnë ndihmën hungareze dhe atë polake. Pasi gjithë flotën ushtarake që ata kishin të avionëve mbrojtës të forcave ajrore, ata e dërguan në Ukrainë. Pra është diçka për një vend të NATO-s që po do të ketë 5% sipas presidentit Trump të buxhetit në mbrojtje, kjo është katastrofë. Pasi ky nuk është një vend, le të themi i vogël, është një vend që ka gati 6 milion banor. Një vend që ka një GDP po thuajse 200 e ca miliard euro. Në të njëjtën kohë, retorika hungareze vjen edhe akoma më ashpër për shkak edhe të, le të themi, ndërtimit të partneritetit të ri hungarezo-amerikan, siç kemi përmendur së bashku. Hungaria tashmë po mbështetet kryesisht te SBA-ja, duke minuar totalisht Brukselin në çdo lloj aspekti. Ne vetëm në kuadër që Amerika tani po kthehet në partnerin kryesor ekonomik dhe veçse aty politik sigurisht të Hungarisë, po njëkohësisht edhe në faktin e mbrojtjes financiare, ku së fundi gjatë vizitës në SBA ne kemi përmendur që së bashku me presidentin Trump ata kanë shkruar traktatin ose marrëveshjen e mbrojtjes fiskale, ku Amerika zyrtarisht shpapur protektoratin e saj ekonomik mbi Hungari. Po. Ndërsa kryeministri slovak Robert Fico ka ndëshkuar dhe marrëveshjen ose partneritetin e ngushtë që ata kanë në Serbi, Hungari, Slovaki për mbrojtjen e burimeve energjetike, transmetimin e rezervave në rastin e një nevoje midis të treja vendeve, njëkohësisht edhe për mbrojtjen e kufijimeve të tjerë dhe dislokimin e informacioneve që mund të vinë në rastin e kërcënimit të jashtëm. Flasin nëse duket sulm dronësh, siç ndodhi në rastin e dronëve në Bielorusi, Poloni dhe Lituani. Për ta përmbledhur? Për ta përmbyllur, mund të themi se situata është shumë e tensionuar. Eskalimi i vijon akoma, ndonse pala hungareze dhe slovake janë takuar me palën ukrainase. Duke se hungarezët nuk kanë për të tërhequr së fundi mbrapa, për slovakët është diçka e diskutueshme, pasi slovakët e kanë bërë të qartë që ose kryeministri Robert Fico ka bërë të qartë që ai nuk ka për të dërguar asnjë këmbë ushtari slovak në Ukrainë, por e ka bërë edhe të qartë që nuk do dalë askund që do të shkojë të luftojë. Ai e tha para studentëve që kush ka dëshirë të vejë të vritet për qeverinë e Kievit, është i lirë, kufiri është i hapur, mund të shkojë,
por nuk ka se të treqë gjithë vendi me vet. Po. Ne nuk dalojmë asnjë. Nëse Hungaria ka bërë të qartë që asë qytetar hungaresh duhet lejohet të participojë në konfliktin e armatosur ruso-ukrainës. Njëkohësisht me ndërhyrjen amerikane dhe forcimin e marrëdhënieve me amerikanët, duke se Hungaria po e thekson më shumë rolin e saj independent, sovran, dhe siç kemi thënë, nuk duket e largët dita nëse ky trend vijon që do të kemi edhe një Huxit, ose siç quhet ndryshe një ndarje e Hungarisë nga Bashkimi Evropian. Duket se po afron. Pasi pa kënaqësia, gjëbat e nëse kjo paketë do të miratohet, Hungaria ka për të marrë diku te 200 milion euro gjop, një gjë filloi. Pasi ata pagojnë 1 milion euro ditë për ditë, nga që nuk pranojnë emigrantët. Po. Por nëse ata dështojnë që të arrijnë një konsens me vetë tjetër që të bllokohet kjo paketë, atëherë ata do të shikojnë si deli azes gjithmonë e do të marrin edhe një gjop më të lartë. Edhe ndoshta vjen 200 milion. Ndoshta vjen edhe dalja e Hungarisë në atë moment nga Bashkimi Evropian, mund të bëhet si shkak, po themi. Ose heqja drejtës së vetos. Që ata Bashkimi Evropian po kërkon, por le të theksojmë që nëse Hungarisë do t'i vijë një gjop e radhës, kësaj do të jetë Amerika që do ndërhyjë për Hungarinë, pasi quhet një prekje direkte e financave hungareze, të cilat janë nën protektoratin amerikan. Po, qartë. Pra Amerika do ndërhyjë zyrtarisht në punët e brendshme të Bashkimit Evropian dhe në Bruksel. Kjo nuk është thjesht një dashamirësi amerikanëve. Ky është hapur një hyrje e Amerikës brenda instancave të Bashkimit Evropian. Dhe njëkohësisht, nëse situata shkon deri në Huxit, ne dimë që Hungaria aktualisht është vendi më pro-amerikan në Evropën Lindore. Ndoshta pas Shqipërisë, nuk mund ta kemi të qartë. Po flasim për presidentin Trump. Kështu që besoj që edhe amerikanët vet janë disi suportues të idesë së Huxitit në një farë mënyre. Pasi ne dimë që Amerika ka bërë qartë që ata nuk flasin si Bashkimi Evropian si një etnitet i përbashkët. Po. J.D. Vance ka bërë të qartë në Rom para gjatë verës kur bërë vizitën e parë zyrtare që Amerika e shikon çdo vend të përveçshëm, asnjë të përgjithshëm. E vërtet, kanë marrëdhënie personale. Bashkimi Evropian nuk ekziston, ne kemi të gjithë një për një. Ne ku kemi më shumë interes, aty investojmë më shumë. Ku kemi më pak, investojmë më pak. Ky është edhe rasti i Hungarisë. Hungarisë sigurisht. Qartë.